Rastet e alergjive sezonale janë shtuar në Shkodër gjatë kësaj periudhe. Mjeku alergolog Egir Lezha thotë se gjatë muajit maj, që konsiderohet edhe periudha me më shumë alergji, kryen rreth 15 deri në 20 vizita në ditë. Sipas tij, riniti alergjik po prek të gjitha grupmoshat. Alergjitë fillojnë që nga fundi i marsit dhe deri në gjysmë të qershorit ose në fund qershorit. Por muaji maj është kulmi i sezonit polenik. Duke qenë kulmi i sezonit polenik është edhe kulmi i simptomatologjisë, rrënjësës së simptomatologjisë alergjike, që në moshat pediatrike deri në moshën e tretë. Për në moshën pediatrike duhet kemi kujdes sepse simptomatologjia e rinitit alergjik nganjëherë është paradhoma e azmës bronkiale. Simptomat më të zakonshme janë teshtimat, bllokimi i hundëve, lotimi i syve, kruajtja dhe vështirësia në fërmarrje, sidomos në ditët me më shumë polene në ajër. Lezha tregon se pacientët duhet të drejtohen tek specialisti kur simptomat bëhen të forta ose zgjasin për një kohë të gjatë. Kemi pacientë që me 2-3 vite i kanë filluar simptomat e alergjisë dhe janë vetë mjekuar dhe vetë trajtuar, por kjo nuk është zgjidhje, sepse simptomat alergjike janë invalidizuese. Është smundje kronike dhe me kalimin e kohës mund të rëndohet si problem dhe mund të devijojë deri në azma. Sipas të dhënave mjekësore, riniti alergjik prek rreth 10 deri në 25% të popullsisë, ndërsa rastet e alergjive janë në rritje vitet e fundit për shkak të ndotjes së ajrit dhe poleneve.